ditur dhe i thot a ka pendim për mu, a i njeri i thot ja, para si i ti kimit 99 vete dhe po li pendim, pas ta i nëziti këta, i boni 100, shkoj të një djetar dhe i tha, a ka pendim për me, tha po, kush ashtë a i që ti mbil dirë të pendimit, Allahu subhanahu wa taala dirë të pendimit i kalon qenë, po ti e një vend të cilën bojnë gjunaj, dil prej ati vendi edhe shko një vend që adhurojnë Allahun dhe ti adhuroj Allahun me ta. Pra prej shkaqeve të të ndihmoj për ta lënë dhe për ta braktisë ti, për ta braktisë gjunajnë tanë, duhesh ti të largohesh prej vendeve ku ki bon gjuna, për arsye si ti kujtojnë gjunat, edhe ndoshta bjen në të kursin të cilën kira. Po ashtu, prej shkaqeve të pendimit, apo mënyrave që të ndihmojnë pendosh, duhesh ti lish veglat me të cilat ki bon gjuna. Na transmetohet një tregim për shkaqet e pendimit Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar ka qenë prej dietarëve të mëdhej, i cili para se të pendohet në përshkun jetën e tij, apo shkaqet e pendimit dhe kthimit të Allahut subhanahu wa taala. Thot Malik ibn Dinar, kam qenë podnit i shprenuar, kam qenë polic i shprenuar që alkoolin e kam pi shumë. Ta nuk kam thi në shtëpi asë njëherë vetëm i eur. Ta një ditë prej ditëve, ta e blejta një robrejtë u mërtova me ta. Ajo pa ma lindi një vajt. Ma lindi një vajt edhe unë e bëjsh në fort ta. Ta sa e qimis në bepi alkohol, ta ma dherë të në teshët e mija. Ta u rritë dhe i boni 2 vjetë. Ta kur filloj me hecë, ta e dojsh ta ala ma shumë. Ta kur i mushi 2 vjetë, ta vdic kjo vajta ime dhe u mërzita fort. Tha mirë pa alkoholin prej dore nuk e lishna. Tha më kujtohet një ditë një natë prej natëve, ishte mu i Shaban, edhe nata ishte 15, edhe dita ishte gjuma. Tha pita shumë alkohol, atë shumë pita alkohol, derisa e hupa dhe dhije, u deha dhe rash me flet. Tha e pash një andra ke shkak që e gjeta rrugën e Allah, cila ishte andra e Malik ibn Dinari. Tha e pash në andrë fikot, kejt njerëzit unë gjallën para Allah subhanahu wa taala. Njerëzit dullën prej varëve dhe dullën para Allah subhanahu wa taala. E njani prej atinve ishte edhe Malik ibn Dinari. Tha duke qëndru para Allah subhanahu wa taala 50.000 vjetë në kam. Tha e ndëgjova një za prej së mami. Tha e ktheva kokën dhe e pash një gjantën të madh të zi, i cili ishte hapën gojën donte me mkakshu. Tha vapën të masmeje. Tha fillova të hiki prej këti gjapit, derisa kalova pran një plaku. Plaku e kishte një veshje të bukur dhe kishte një erom të këndshme. Tha i kdojtova ki plaki dhe bëjtam, o ti plak, më shpato prej këti gjapi Allah të shpato. Tha mu drejtu ki plaki dhe më tha, o ti zilan, tha nuk ka mundësi se unë jam i dop, nuk ka mundësi me të shpatu prej këti gjapit. Tha po ti vrapo dhe shpejta, ndashta gjenë dikun shpatim. Tha e pash një lartësi pran meje, tha unë gjita para të kodën të përpjek. Tha kur më rinë që, tha e pash pran meje ishte gjehennemi, s'kam pa vend të trishtueshëm më të madh se ai, s'kam pa vend të trishtueshëm më të madh se cilën e kam pa pran meje. Tha mrapa e kish në gjapit, para meje gjehenemin derisa kesh turon ta. Tha ku ke qenë këtë gjengje, tha më ka ploj frika e madhe. Tha dull një za prej gjenemin në tha, largohu prej këti vendit e ti si e për këto. Tha kur im dëgjova këtë fjallë, më pushoj pak zemra dhe u ktheva prap, kalova të ki plaki dhe bëjtam, o plak, më shpato Allah u shpato. Thash o gjaliri, atë thash se unë jam i dop dhe s'ka mundësi me qëndru këti gjapi, s'ka mundësi me shpatu. Tha pashi qonë këtë vend, sa në këtë kodër, janë emanetet e muslimanve, ndoshta ki e dhe një emanet tin ta dhe qpatan. Tha unë gjita me shpejtësi drej asaj kodre, kur arritet e kja kodra, e pas se kodra ishte rumullak, e kishte prej argjenti, kishte në tanë dritare dhe djetë ishin prej altani, të që nisua prej diamanti, edhe të ishin të mbëluara me perde, kur arrita ati, e ndëgjova një shurë të fëmive, edhe qatë një më afru edhe ma shumë, filluan fëmijët të thojnë, dilni, qitë një koka dhe, shikoni, ndoshta ki ka emanet këtu, edhe shpëton prej armiku se gjarpi do të hanë. Tha dullën filluan me dale gjarpi më afru edhe ma shumë, atër e thanë dit një grup prej fëmive, ngritë më dhe ndilni ma shpejt se gjarpi do të kafshon. Tha dullën grupe,
edhe kur dol një grup, ja pra kjo vajza ime 2 vjeçare, cilan pas vdek dhe u mërzita për ta, kur më pa mu e tha, wallahi baba im, tha edhe shpejtoj këtej para meje, tha ma zgjati dorën e majt, u kapa për ta, edhe zgjati dorën e gjatë, dhe ja bani me shenjë qarpi edhe qarpi u largu prej ati vendi. Atëre muli kjo bia ime, ullë më prenin tem dhe më tha, e lezoj fjallën e Allahu që ta Allah në Kurani Kerim, elem ja'nin alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, a nuk është koha që zemrat e atinve që besuan të zbuten me këshillat e Allahut. Tha kur mi lezoj këtë fjallë, i thash oj bia ime, a dhe ju dinit lezoni Kuran? A dhe ju dinit lezoni Kuran? Tha baba im, na din me lezu ma mirë se ti. Tha oj bia im, më trego qka ke ki gjarë për i cili ke duke më kafshu dhe duke më hërën gjenëm. Tha o baba im, këta janë veprat e liga dhe gjunate tua që ti i ki ishe dhe i ki ba izmet shumë. Gjarpni ishte vepra jote në dit. Gjunate tua ishte gjarpni cili ke duke të kafshu. Për arsije se i pate ba izmet shumë ati. Për arsije se ti në gjdo gjunat të cilën ka qenë këtë dunjot kanë gjenë ta. Tha i bia im, qka ke ki plak i cili smujtit më shpatan. Tha o baba im, ki plaku ka qenë vepra jote zot, që nuk i ki ba izmet bol sa duat, për ata dhe smujti me shpatu. Tha o baba im, wallahi, mos me pas qenë edhe ki plaki, tis do të në kishe gjetën se ku jemi na, edhe do të kishte kafshu gjarfi dhe do të kishte hem gjenem. Tha ja Allah i dashu musliman, veprat e tua dhe gjunat e tua do të qëndron gjarë për ditën e gjikimit, ndërsa veprat e mira do të qenë kaktar që do të shpëtoj. Tha unë vrita prej gjumit, kër më dëll gjumi, i mora ena që pish në alkoholi i theva, e derva alkoholin dhe kja shkaku të cilin nuk theva Allah të mëndara. Gjithashtu në transmiton me një transmitim, që ne ka të regu hoxha jon, i cili ka ndodhë në shtetin e Saudis Arabite, që ki personi cili ju ka këthi Allah të mëndara, në rësen një tregim dhe në tregon se si a pendu Allah. Shkaku i pendimit ka qenë dhja e vetë, e cila ende nuk i kishte mushën 5 vjeçar. Thot ki njeri, thot e pata arru gjamin dhe namazit, vite me radhë, sa jetën të me shok të shfrenuar, të natën në përkafiqe dhe kape. Isha i martum një nuset të ndërshme e kishna, e ngrata ka hek bol me muë, edhe nuk u dërzëm të duke më kishëllu, o burri jem, nuk ashtë kjo rrugë që Allah në ka kriju për ta. O burri jem, këtheu Allah të në të njës lesër ki me da. O burri jem, të këtheu Allah të nesër me dhe kanë me të mlu. Tha unë e këta nuk e ndëgjashta. Tha një natë prej natëve, shkova edhe e lishna si zakonisht gruan të eme në shtëpi. Kur njëherë në shtëpi nuk o këtashna pa dalë më njësi. Një natë prej natëve shkum ka fiq. Edhe ka ore e 3 në natët, u këtheva në shtëpi, e gjeta gruan të eme bajsh me bjën të eme duke fjetë. Tha hina në dhomën, që ishte në gjithë me dhomën ku fliqit, edhe e za televiziorin që ta vazhdoj edhe këtë natë, me filma të ngjitura, tha në të kohë kur Allah subhanahu wa taala zbrit në qiellin e dunjas dhe thot, helmin dajnë tha ustajibala, a ka dikush që më lutet ti të përgjigj një ftesët ati, helmin mustaghfirin tha aghfirula, a ka dikush që kërkon falje ti fali, helmin sa'ilin të utjele, a ka dhe një nevojtar që ti e pati, tha në këtë kohë në këshish në film të shprenuar dhe në të gjështa muzik. Tha i ushtrina në dhomën time dhe për shiqaj, tha pa e prit tha u hap dera në mesin e natët, tha kur për shiqaj vajza ime cila ishte e vogël, e ndër si kishte mush 5 vjeçar më tha, o baba im, a i buna lejt, a marët kohë tha baba im, ittaqillah, ke frikë Allahun subhanahu wa taala. Asa turpa baba im, dëbëtojsh kështu me neve, ta kalojsh këtë dunjon këtë mënir, a për kështu i e kriju. Tha dhe mbili derën dhe shkoj me tje. Fjallë të saj mu përsërishim dhe shintem, mbrekën të në zemën time, e thika televiziorin dhe pëmendoj. Fjallë të saj mu përsërishim dhe shintim dhe më thënte, a i buna lej, turpa baba im, frigoj Allah subhanahu wa taala. Tha janisa filloj fini me mlëtu,
sa duke qenë këtë gjengje të eri namazi sabah, sa mora abdes edhe po dal në gjami, kishte 7 vite që s'pat në him gjami, sa nuk lakmoshna që të falem, por zdishna që të veproj për arsie, se vajza ime 4 vjeqare për më thot, marrë shkovë sa baba im, frigojo Allah subhanahu ta'ala, sa shkova në gjami, hina dhe kur hini imami, ja filloj namazin, e këna jelhamin dhe surat, Kur'an sejë më shpërfej, vaj, thasën e majta vetën time, edhe me këtë vaj, dul munafik laki prej zemrës time, dul kufri prej zemrës time, ju këtheva Allah subhanahu ta'ala, e fale namazin, nejtave pak në gjami, kur u këtheva në shtëpi, e kishin fal namazin dhe kishin ra me fjetë, tha une nuk